Përshëndetje të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve në Radio Televizionin 21. Më 7 qershor, qytetarët e Kosovës do t'i drejtohen sërish kutive të votimit për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Kjo datë u vendos në takimin e përbashkët të ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu me përfaqësuesit e partive politike. Vendi konsiderohet i shpërndar. 2 ditë pasi shpërndau kuvendin dhe 1 ditë pasi takoi kryetarin e KQZ-s, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu ftoi partitë politike në takim për të diskutuar për caktimin e datës së zgjedhjeve. Ftesës për takim ju përgjigjen të gjithë përfaqësuesit e partive politike shqiptare dhe shumica e përfaqësuesve të minoriteteve. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu tha se i mori parasysh sugjerimet e shumicës së partive politike që data e zgjedhjeve të caktohet me 7 qershor. Pra në këtë takim ishin ftuar 17 parti politike, ishin të pranishëm 15 prej tyre. Dëgjova propozimet e partive politike për datën e zgjedhjeve. Pas vlerësimit të afateve kushtetuese, nevojave organizative të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe rëndësisë së pjesëmarrjes sa më të gjerë të qytetarëve në këtë proces, kanë vendosur që zgjedhjet e parakohshme për kuvendin e Republikës së Kosovës të mbahen me 7 qershor. Kjo nuk është ajo çfarë qytetarët kanë dashur, sepse qytetarët nga ne presin përbashkim kur bëhet fjalë për interesat e vendit, presin institucione stabile dhe jo e kundërta e saj. Partitë politike pjesëmarrëse në takim e kanë mirëpritur caktimin e mbajtjes së zgjedhjeve me 7 qershor, duke shprehur edhe gatishmërinë e tyre për të marrë pjesë në zgjedhje. Kryetari i PDK-s Bedri Hamza tha se ky subjekt politik do të shkojë në zgjedhje pa koalicion, por paralajmëroi se në listën zgjedhore do të ketë figura të reja. Ne jemi të përgatitur, jemi të gatshëm shkojmë në zgjedhje dhe të respektojmë afatet ligjore dhe kushtetuese. Partia Demokratike e Kosovës do të shkon në zgjedhje Partia Demokratike e Kosovës, lista e Partisë Demokratike të Kosovës, brenda listës Partisë Demokratike të Kosovës sigurisht se do të ketë edhe risi, edhe emra dhe figura të tjera. Ndërsa Johona Lushaku nga LDK nuk dha shumë hollësi se si LDK-ja do të shkojë në zgjedhje me koalicion apo e vetme, por ajo bëri të ditur se synojnë bashkimin e së djathtës. Të gjitha këto pyetjet partijake nga tash e tutje nga zyra e partisë do të ketë një platformë e cila do të prezantohet në kuadër të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe për gjitha detajet pastaj ju do t'i merrni me kohë. Normalisht që deri këtu kemi thënë që ne jemi të synuar që t'i japim Kosovës një vizion tjetër, një bashkim të së djathtës e cila do të ketë një vizion zhvillimor, një program zhvillimor për Kosovën. Ndërsa AAK-ja ka propozuar Ardian Gjinin kandidat për kryeministër. Pas takimit me ushtruesen e detyrës së presidentes, Gjini tha se Kosovës i duhet një qeveri që kryen punë dhe jo vetëm fjalë. Vendimet në aleancë merr Këshilli Drejtues. Unë jam i propozuar për kandidat për kryeministër dhe për bartës të listës. Po duhet me prit vendimin e Këshillit Drejtues, po besoj që ka me ndodhë shumë shpejt. Shikoni, unë këtu jam fiks mas 12 vjetë për drejtohem prej këtij vendi. Herën e fundit para 12 viteve kom folë. Aleanca është të bo gati për një betej. Ajo betej nuk ka të bëj me Prag ose me kur gjë tjetër, beteja ka të bëj me ia dhënë Kosovës një qeveri normale, një qeveri që i ka fjalët e buta e punët serioze. Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu, të cilës kushtetuta nuk ja ndalon përfshirjen në garën zgjedhore, tha se kjo varet nga vendimet që do të i marrë kryesia e vetëvendosjes, por paralajmëroi se do të vazhdojë të veprojë sipas normave kushtetuese dhe ligjore. Si kryetare kuvendit, si ushtruese e detyrës së presidentes, natyrisht e kuptoj rolin, por duke qenë që si me thonë mund të jem në garë, ndonë se për këtë vendosin si shtash organet e lëvizjes vetëvendosje, natyrisht që do të jem e kujdesshme. Kosova po shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare për shkak se deputetët e kuvendit dështuan ta zgjedhin presidentin e ri në seancën e 28 prillit. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Haxhiu tha se ende është në trajtim të çështjes së emërimit të anëtarit të 10 në KQZ. Pas pretendimeve të LVV-s dhe PDK-s për këtë pozitë, Haxhiu e la të hapur edhe mundësinë që KQZ të funksionojë me 10 anëtar.
Jam në trajtim të kësaj çështje dhe do të veproj në përputhje me përgjithësitë, por të jeni të sigurt që me 10 anëtar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve asgjë nuk rrezikohet. As certifikimi partive, as certifikimi i rezultatit të zgjedhjeve dhe asgjë tjetër. Prandaj do të veproj atë kur e konsideroj se duhet të veproj. Zëdhënësi KQZ-s Valmir Elezi njoftoi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka nisur tashmë fazën përgatitore të procesit zgjedhor duke u angazhuar në trajtimin e të gjitha çështjeve fillestare dhe urgjente që lidhen me organizimin e zgjedhjeve të parakohshme, të cilat do të miratohen në mbledhjen e parë pas vendimit për datën e zgjedhjeve. Këto përgatitje përfshin planifikimin e aktiviteteve zgjedhore, përcaktimin paraprak të afateve kohore, planifikimin e buxhetit si dhe koordinimin me institucionet relevante. Siç tha Elezi, meqense këto janë zgjedhje të parakohshme, periudha e fushatës zgjedhore është më e shkurtër se në zgjedhjet e rregullta për shkak të afateve të kufizuara kohore. Në zgjedhjet e fundit të parakohshme, fushata zgjedhore ka zgjatur 11 dete 7 orë, ndërkaq për zgjedhjet e radhës KQZ do të përcaktoj kohëzgjatjen e saj në përputhje me afatin e përgjithshëm kohor në dispozicion të KQZ-s për organizimin e të gjithë procesit zgjedhor. Bashkimi Evropian ka shprehur keqardhje që partitë politike në Kosovë nuk identifikuan një figurë unifikuese për kandidat për president të vendit, duke bërë që shteti të organizojë zgjedhjet e treta në më pak se një vit e gjysmë. Një zëdhanës i BE-s i ka thënë Radios Evropa e Lirë se bloku evropian vazhdimisht u ka bërë thirrje të gjithë aktorëve politik që të sigurojnë stabilitet institucional. Është urgjente për Kosovën që të forcojë dialogun ndërpartijak për të siguruar funksionimin efikas të institucioneve dhe për të mos humbur mundësi që u sjellin përfitime qytetarëve, përfshir ato nga plani i rritjes, ka thënë zëdhënësi i BE-s. Ish-presidentja Osmani i quan shpifje zërat për fushat politike përmes takimeve me qytetarët. Ajo ju përgjigj kritikave përmes videos me vizitat në Kosovë gjatë mandatit presidencial. Veprimet e fundit të Osmanit në rrjetet sociale nga njohës të rrethanave po vlerësohen si shfaqje e përplasjes mes saj dhe Kurtit, e cila siç thuhet do të ashpërsohet përgjatë fushatës zgjedhore. E refuzuar nga ish-partneri i koalicionit Albin Kurti, ish-presidentja Osmani ka shtuar aktivitetet e saj në komunat e Kosovës. Osmani nuk u rikandidua për një mandat të dytë, duke nxitur përplasje mes partnerëve të vjetër në skenën politike. Ajo së fundi intensifikoi paraqitjet edhe në rrjetet sociale, por i cilësoi dezinformata deklaratat se po takohet me qytetarët në kohë fushate. Pas viteve mandat vazhdimisht kanë vizituar komunat, kanë takuar qytetarët, kanë mbështetur grupet e marginalizuara dhe kanë qenë pranë njerëzve të vyer e të urtë të vendit tonë. Vizita në fshatra e lagje të ndryshme, në shkolla, në kopshte, në spitale, në institucione që e mbajnë këtë shtet të fortë, dhe po, edhe në shoqatën e zjarfiksve. Përmendja e vizitave edhe në shoqatën e zjarfiksve u tha të jetë goditje ndaj kryeministrit në detyrë Kurti, me që ai gjatë përpjekjeve për të zgjedhur një president kishte kërkuar që presidenti i ardhshëm të merret vetëm me takime lokale. Ndërkohë, përplasja mes Osmanit dhe Kurtit që nisi më shumë se një muaj më parë, për analistin Belgzim Kamberi, do të jetë betejë kryesore politike në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për shkak të një lloji historiku të bashkëpunimit të afërt dhe të sinergjisë që ishte për të krijuar, domethënë ajo që quhej binomi Osmani Kurti, dhe tash domethënë për shkak divorcit politik të tyre dhe tashmë edhe rikthimit të rivalitetit të tyre elektoral, me që më shumë gjasa zonja Osmani do të kandidojë, do të garojë në këto zgjedhje, natyrisht që logjika do të edon që faktikisht vëmendja shumë e mediave dhe publikut do të fokusohet në garën midis apo në rivalitetin midis zonjës Vjosa Osmani dhe Albin Kurti. Kosova të martën e 28 prillit përfundoi në zgjedhjet e jashtëzakonshme, si pasojë e moszgjedhjes së presidentit, për herë të parë në historinë e saj parlamentare, ku vendi u shpërnda në mungesë të një pajtimi mes partive politike për presidentin dhe kalkulimeve të liderëve politik. Dyshja Osmani Kurti që fitoi zgjedhjet në vitin 2021, kësaj here u përplas në distancë dhe analistët thonë se përplasja mes tyre nisi shumë më herët. Osmani u përfol se do të rikthehet në lidhjen demokratike, prej nga ku iku 5 vjet më parë. Lidhja demokratike kësaj radhe nxorri nënshkrimet për kandidaturën e saj,
të cilat i shpërfilli Kurti. Politologu Albinot Maloku thotë se përplasjet janë pjesë e fushatës me një përpjekje për të krijuar një opinion se konkurenca është vetëm mes Kurtit dhe Osmanit. Ky tentim për ta nxjerrë se kemi të bëjmë vetëm me një konkurrencë mes dyshës është i njanshëm dhe nuk është gjë të përfshirës, për rrjedhoi edhe qytetarët gjithsesi me kohën do ta kuptojnë që kemi të bëjmë me një proces i cili niset nga fillimi dhe kemi të bëjmë me zgjedhjen e deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, të cilët pastaj duhet ta zgjedhin konstruojnë kuvendit, ta zgjedhin qeverinë dhe përrjedhoi edhe çështjen e shefit shtetit, e cila u bë problematike. Përplasja Kurti Osmani nuk është ndalur vetëm në rrafshin politik. Ai u ushtri edhe përtej në fushën e diplomacisë dhe tabori i Kurtit ka dhënë një goditje Osmanit. Ushtruesja e detyrës së presidentës Albulena Agjiu ka shkarkuar ambasadorin në Vatikan Vebi Miftari, i cili 2 vjet më parë u emërua nga Osmani në këtë detyrë. Më herët, Miftari ishte këshilltari i saj politik. Tërheqja e ambasadorit nga Vatikani erdhi pasi ishte përplasur publikisht me Albin Kurtin, pas vizitës së këtij të fundit në Vatikan. Kurti thua të ketë kërkuar shkarkimin e tij, por Osmani u tha se nuk e kishte marrë parasysh. Ndërkohë, raportohet se do të ketë edhe shkarkime të tjera. Shqetësime serioze lidhur me funksionimin e dhomave të specializuara të Kosovës ka konstatuar raporti preliminar i një autoritetit të pavarur ndërkombëtar, ka thënë avokati i popullit Naim Çelaj. Sipas këtij raporti, specialja ka pasur devijim që nga qëllimi fillestar. Ai ka theksuar se raporti konfirmon edhe shqetësimet e ngritura më parë nga vetë institucioni i avokatit të popullit. Ky raport, sipas Çelajt, evidenton shqetësime serioze lidhur me kozgjatjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare, por edhe ato profesionale me ekipet e mbrojtjes. Çelaj ka theksuar se ky raport do të indikojë gjykatës speciale në transparencë dhe llogaridhënie më të madhe. Sipas raportit, ekziston rreziku që disa procese të mos jenë plotësisht në përputhje me standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë, përfshirë Konventa Europiane për të drejtat e njerëzit dhe Pakti ndërkombëtar për të drejtat civile dhe politike. Sa i përket çështjes së paraburgimit dhe kufizimit të drejtave gjatë qëndrimit në paraburgim, raporti evidenton shqetësime serioze lidhur me kozgjatjen e paraburgimit, mungesën e mundësive reale për lirim të parakohshëm dhe kufizimet e komunikimeve familjare por edhe ato profesionale, pra me ekipet e mbrojtjes, dhe për më tepër, përveç tjerash, raporti konstaton se lirimin në Holand ku zhvillohet procedura penale nuk është i mundur, duke krijuar një pengesë strukturore që rëndon pozitën e të akuzuar. Pra, edhe fakti që deri më sot ka pas shumë pak lirime të parakohshme, edhe se kanë kalu një vite nga fillimi i procesit dhe nga momenti kur janë paraburgos personat që ndodhen atje, lën me kuptu që një pretendim i tillë jo vetëm që mund të ngritet si shqetësim, por edhe mund të evidentohet edhe si fakt konkret. Në fokus të raportit ishin shqetësimet për trajtimin e të akuzuarve, përfshirë Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin dhe Jakub Krasniqin. Veçanërisht theksohet kozgjatja e paraburgimit dhe kufizimi i mundësisë për lirim të parakohshëm, po ashtu dokumenti ngre shqetësime serioze për çështjen e provave dhe transparencës. Sipas autorëve të këtij dokumenti, ekziston rreziku i përdorimit të provave me vlerë të kufizuar ose të paverifikuar, përfshirë materiale të siguruara nga Serbia, ndërsa mungon qartësia mbi burimin e disa prej tyre. Kjo situatë, sipas raportit, mund të ndikojë drejt për drejt në besueshmërinë dhe legitimitetin e vendimeve gjyqësore. Në raport me pranueshmërinë e provave, veçanërisht provat të siguruara nga Serbia, raporti evidenton pasiguri të konsiderueshme juridike. Qasja e pranimit të parakohshëm të provave dhe shtyrja e vlerësimit përfundimtar deri në gjykim përshkruhet si burim potencial i padrejtësisë procedurale dhe pasigurisë përpara. Sa i përket prova me origjinë nga Serbia, raporti konstaton mungesë transparencë serioze, pasi kërkesat e mbrojtjes për qasje dhe zbulim për origjinën e materialeve mbeten pa vendim publik. Raporti vën duke gjithashtu paqartësi në aplikimin e ligjit dhe mungesën e transparencës në disa procese dhe vendimarrje. Raporti konfirmon shqetësimet e ngritura, konstaton se këto shqetësime janë substanciale dhe mjaftueshëm serioze për të justifikuar shqyrtim të mëtejshëm institucional. Pra fakti që raporti është preliminar nuk do të thotë që ka arrit me i konstatu shkeljet në mënyrë të faktume, por që shqetësimet i vërteton. Dhe për më tepër,
në pika 26 të raportit, që është në fillim raporti konstaton se mandati i dhomave specializuar ka pas devijim nga qëllimi fillestar dhe nuk është në frymen e pretendimeve nga raporti i Këshillit të Evropës. Në përfundim, raporti thekson se pavarësisht bazës ligjore të gjykatës speciale, mënyra e funksionimit të saj në praktikë ngre pikpyetje serioze për drejtësinë, barazinë dhe legjitimitetin. Nëse këto çështje nuk adresohen, paralajmërohet se mund të dëmtohet jo vetëm e drejta e të akuzuarve, por edhe besimi i publikut dhe stabiliteti rajonal. Për të gjeturat e këtij raporti kanë reaguar ashpër organizata e veteranëve të luftës, Platforma Liria ka emër dhe Partia Demokratike e Kosovës. OVL-UÇK vlerëson se raporti i organizatës ndërkombëtare Bar Human Rights Committee of England and Wales ngresh shqetësime serioze për shkelje të drejtave themelore në kuadër të dhomave të specializuara. OVL-UÇK thotë se ky zhvillim është një moment i rëndësishëm për ndërgjegjësim ndërkombëtar lidhur me mënyrën e funksionimit të kësaj gjykate dhe trajtimin e padrejtë ndaj shtërimtarëve. Drejtësia selektive dhe standardet e dyfishta nuk mund të ndërtojnë besim dhe as të sjellin drejtësi të vërtet, thuhet në reagim. OVL-UÇK po ashtu bën thirrje institucioneve ndërkombëtare që të ndërmarrin hapa konkret për të garantuar respektimin e plotë të drejtave të njerëzit dhe standardeve ndërkombëtare të drejtësisë. Organizata e veteranëve të luftës zëtohet për vazhdimin e angazhimit të mbrojtjes të vlerave të luftës çlirimtare përballë çdo padrejtësie. Platforma Liria ka emër e ka cilësuar raportin si serioz dhe shqetësues për mënyrën e funksionimit të dhomave të specializuara. Sipas kësaj platforme, raporti bazohet në analiza profesionale të juristëve dhe ekspertëve të pavarur, cilët kanë shqyrtuar përputhshmërinë e proceseve gjyqësore me Konventin Evropiane për të drejtat e njerëzit dhe standardet ndërkombëtare për gjykim të drejtë. Në reagim theksohet se gjetjet për shkelje të drejtave të njerëzit, paraburgim të zgjatur, pabarazim mes palëve dhe devijime procedurale përbëjnë shqetësime serioze që nuk mund të injorohen. Kjo platformë thekson se këto elemente tregojnë për një proces që rrezikon të humbas balancën e drejtësisë së paanshme. Liria ka emër e konsideron të papranueshme që standardet bazë të drejtësisë të vihen në pikpyetje, sidomos në raste që lidhen me figura të rëndësishme të historisë së luftës çlirimtare. Platforma kërkon që dhomat e specializuara të veprojnë me transparencë të plotë, paanshmëri dhe respekt të plot për të drejtat e njerëzit, duke shmangur çdo dyshim për ndikime të jashtme apo qasje të njëanshme. Edhe Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësim lidhur me gjetjet e raportit për proceset gjyqësore në gjykatën speciale në Hag. PDK-ja përmes një reagimi deklaroi se këto të gjetura paraqesin sfida serioze për integritetin e procesit gjyqësor dhe se gjetjet nuk mund dhe nuk duhet të injorohen nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare. PDK rithekson se lufta ushtrisë çlirimtare të Kosovës ishte e drejtë dhe çlirimtare. Rrjedhimisht çdo proces ndaj pjesëtarëve të UÇK-s duhet jetë i pakontestueshëm në standard, i pastër në procedurë dhe i drejtë në çdo aspekt, thuhet në reagim. PDK-ja ka kërkuar që rekomandimet e raportit të merren seriozisht dhe urgjentisht, përfshir krijimin e një mekanizmi të pavarur të monitorimit që garanton respektimin e plotë të standardeve ndërkombëtare dhe ruajtjen e legjitimitetit të procesit gjyqësor. Po ashtu ka bërë thirrje shteteve financuese të dhomave të specializuara, ekspertëve të drejtësisë, organizatave të shoqërisë civile dhe të gjithë njohësve të drejtave të njerëzit brenda dhe jashtë vendit që të mos heshtin. Në gjykatën themelore është mbajtur seanca për gazin lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Në gjykatore janë paraqitur të akuzuarit Fitore Pacolli Dalipi, Sali Zyba dhe Drita Millaku. Ata akuzohen për ndezjen e bombolave të gazit lotësjellës më 21 mars 2018 në kuvend. Në fjalën hyrëse, mbrojtja e Sali Zybës, avokati Hasan Jashari tha se veprimet politike nuk janë vepër penale dhe se tymi i përdorur në Parlamentin e Kosovës është përdorur për të arritur një qëllim politik. Ne si mbrojtës konsiderojmë sa i tymë që është përdor në sallën e parlamentit, është përdor vetëm për të arritur një qëllim politik, për të pa mundësuar që të merret një vendim
nga deputetët e Parlamentit të Kosovës, i cili vendim ka qenë i dëmshëm për vendin tonë. Edhe avokati i fitore Pacollit Lavdrim Salihu tha se akuza është e mangët sa i përket aspektit kohor kur është kryer vepra. E mbrojtura ime akuzohet se me 21/3/2018 ora 12:10 deri 15:40 ka kryer veprën penale siç e përcaktuar. Kjo akuzë është e mangët për shkak se në aspektin kohor, edhe pse kemi të bëjmë një veprim konkret, një lidhje për shkruhet interval kohor mëse 3 orësh. Tutje para trupit gjykues ai tha se akt akuza mbështetet edhe në prova të pabazuara. Në këtë drejtim, edhe pse kemi të bëjmë me raport, i cili në këtë rast propozohet në cilësi të ekspertizës. Pra mund të kemi një ekspertizë që është kryeprovë me çështje juridiko-penale, përderisa nuk propozohet dëgjimi i ekspertit. Prokurori Valdrin Krasniqi ka kundërshtuar kërkesën e mbrojtjes së fitore Pacollit për caktimin e një eksperti, teksa tha se raporti i grupit të ekspertëve është mjaftueshëm i qartë. E kundërshtoj kërkesën për caktimin e një eksperti duke vlerësuar se raporti i ekspertimit i lartcekur është mjaftueshëm i qartë, e i cili vërteton se të pandehurit kanë përdorur armë, në këtë rast gaz irritues. Mbrojtja e fitore Pacollit, avokati Lavdrim Salihu ka pasur vërejtje për provat materiale të prokurorisë. Sa i përket raportet i propozuar si raport ekspertimi duhet të shpallët si provë pa pranueshme edhe të veçohet nga shkresat e lëndës si provë e partikulueshme në kuptim të nemit nanullet për shkak se nuk dihet kush e ka përpilu këtë raport. Vërejtje për deklarimet e prokurorisë pati edhe i pandehuri Sali Zyba. Deklarimi ti në fjallin e parë hyrë se ke ligjvendësi ka para pa. Ky ligjvendësi në është të kontestutash. Jo pasojën, po vetë qenjen tonë. Dhe për më ketë që ishte kontroversë, sepse në fjallin e fundit tha, të njëjtit gjatë asaj seance kanë konsumuar dhe është marrë masa disiplinore, që në nënkuptan, ligjvendësi ka rregullu edhe normat kur e cilësohet konsiderohet vepër penale dhe kur eventualisht në rastin konkret, kur vepër penale dhe kur shkelje disiplinore. I akuzuari Sali Zyba i quajti prokurorinë e asaj kohe si të kapur. Kur është ekspertizë ose tru profesionale, kam kënaqësinë dhe obligimin që të komunikoj me ta, jo me akuza të prokurorisë së kapur në atë kohë të cilësoj. Avokatët kanë propozuar që të shikohen video incizimet nga data kur pretendohet se është kryer vepra penale me të cilën ngarkohen të pandehurit. Këshilli gjyqësor i Kosovës ka dështuar sërish në emrimin e kryesuesit. Kandidatët për këtë pozitë ishin gjyqtari Besnik Bislimaj dhe Rustem Thaçi. Që të dy kishin 5 vota në 2 runde e një votë e pavlefshme përcaktoi fatin e tyre. Pas dështimit të tretë për zgjedhjen e kryesuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, ushtruesja e detyrës kryesuesës së këtij institucioni Arjeta Sadiku rishpalli konkursin në afat prej 15 ditësh. Herë në bazë të rregullores dhe të këtij rezultati, me qenë se asnjëri nga kandidatët nuk ka marrë votat e nevojshme për të zgjedhur si kryesues i Këshillit, konkretisht gjyqtari Rustem Thaçi 5 vota, gjyqtari Besnik Bislimaj 5 vota dhe një e pavlefshme, andaj konform rregullores
konkursi i rishpallet që nga do dhe afati fillon në rregull, atëherë administrata obligohet që të publikoj konkursin, afati do të jetë 15 ditë. Kandidati për kryesues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Besnik Bislimaj, u zotua se nëse e fiton garën për këtë pozitë, do të angazhohet për një sistem gjyqësor të pavarur e profesional. Detyra jonë, si bartës të funksioneve të sistemit gjyqësor, është të ndërtojmë një sistem që jo vetëm funksionon, por edhe gëzon besimin e publikut. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor do të angazhohen për mbrojtjen institucionale të gjyqtarëve nga çdo presion politik apo institucional, reagim të menjëhershëm ndaj çdo ndërhyrje që cënon pavarësinë e gjyqësorit. Edhe kandidati tjetër Rustem Thaçi shprehu vizionin e tij. Vizioni im për Këshillin Gjyqësor do të mbështetet në vlerësimin për progresin e arritur ndër vite, por edhe për orientimin strategjik të administrimit të gjyqësorit në periudhën e ardhshme. Unë besoj në një sistem ku pavarësia nuk kuptohet si mungesë përgjegjësie, por si garanci për drejtësi të panshme, profesionale dhe të përgjithshme. Që nga marsi, Këshilli Gjyqësor funksionon me ushtrues detyre të kryesuesit, ndërsa ky është konkursi i tretë që dështon. Kosova është renditur e fundit në rajon në procesin e integrimit evropian. Kjo për shkak të zgjedhjeve parlamentare të vazhdueshme. Kështu u tha në tryezën rajonale pas qyrimi rajonal ku qëndron rajoni në grup kapitullin e parë të BE-s. Drejtori ekzekutiv i IKD-s Ehat Miftaraj tha se nuk ka vullnet politik që të bëhen institucionet funksionale pas zgjedhjeve që ta kenë prioritet integrimin evropian. Fatkeqësisht është marrë për bazë Kosovën e kemi kanë raportet autorit. Është vendi i fundit në rajonin e Ballkanit Perëndimor si e përket procesit të integrimit evropian. Është bërë motë që Kosova të organizojë zgjedhje të lira demokratike. Jemi lider i Ballkanit Perëndimor në zonën e Evropë që organizojnë zgjedhje të cilat i plotësojnë standardet më të larta ndërkombëtare, zgjedhje të cilat pranohen nga gjitha partitë politike, përshëndeten nga partnerët ndërkombëtar, por që pastaj këto zgjedhje të lira demokratike që organizojnë, po kemi kapacitete apo vullnet politik si për të thënë institucione përgjegjëse, institucione funksionale të cilat do ta kishin prioritet integrimin evropian. Ndërsa nga Shqipëria, drejtori ekzekutiv i CSDG-s Arjan Dyrmishi shtoi se për të qenë një shtet i suksesshëm duhet të kontrollojë financat. Është një projekt që ne në Shqipëri kemi filluar zbatimin që prej vitit 2021 me një herë në reflektim të ndryshimit të metodologjisë së antarësimit nga Bashkimi Evropian, pra ndarjen me grup kapituj. Ka pasur si moto që të ndjekin nga afër pikërisht ecurinë e procesit të parafrimit të Shqipërisë, të paktën në raport me këtë grup kapitull. Siç dihet, metodologjia e antarësimit parashikon që grup kapitulli i parë, meqense të gjithë kapitujt grupohen në 6 grup kapituj, që nëse një shtet nuk kontrollon siç duhet financat e veta, nuk mund të jetë i suksesshëm. Statistika, sepse si do ta masi suksesin dhe regresin, prokurimet publike, sepse si do shpërndahen parat për të zhvilluar vendin, dhe pastaj drejtësia dhe siguria. Kështu që këto janë elementet thelbësore të shtetit. Nga Maqedonia e Veriut, drejtori i SCOOP Goran Levkov tha se situata është zhgënjyese në institucionet e Ballkanit Perëndimor për të përmbushur të gjitha standardet dhe kriteret. Ai tha se duhet të ecin së bashku si rajon që të bëhen pjesë e BE-s, duke ndërtuar kapacitetet e organizatave, kapacitetet e shoqërisë dhe kapacitetet e njerëzve për ta kaluar këtë rrugë. Maqedonia e Veriut pret për antarësinë, të thuaj, ndoshta më së gjati. Ndoshta besoj Turqia ka pritur më gjatë se ne. Pastaj është Kosova që tashmë vetë sa ka filluar procesin, por në fund të fundit duhet të kaloj, ne duhet të jemi si region, të ngresim kapacitetet, si sta organizatave tona, shoqat edhe të njerëzve, që
ti kalojmë këto sfida dhe kur flasim për politikanë, du t'i dëgjojmë nga njerë, sepse ata jo flasin ashtu, thënë se jo, nuk ka vëndet të mirë nga Bashkimi Evropian që neve të na integrojnë e kështu me radhë, por thjesht është për konsum politik, sepse du t'i shohim në çfarë gjendje jemi ne, në çfarë gjendje kanë institucionet tona, ku qëndrojmë ne në këtë ndërgim, sepse aty jemi me të shkënjur, unë besoj. Sipas IKD-s, këta kapituj lidhen me sundimin e ligjit, drejtësinë, korrupsionin dhe të drejtat e njeriut. Sa i përket zgjedhjeve, në këtë takim u tha se Kosova organizon zgjedhje të lira, por që këto zgjedhje që po organizohen pastaj s'po ka vullnet politik që të përkthehen në institucione përgjegjëse. Ndryshe nga regresi për integrim në BE, Kosova ka shënuar për parim në lirinë e medias, sipas indeksit botror të lirisë së shtypit të reporterëve pa kufi, duke u renditur në vendin e 84 në fakt, apo 15 vende më mirë se sa vitin paraprak. Regulatori jo efektiv i medjave, Komisioni Pavarur për Media, ishte subjekt i një reforme legislative e cila u shpall jo kushtetuese nga gjykata kushtetuese, u tha në pjesën për Kosovën të raportit të reporterëve pa kufi. Në prill të vitit 2025, gjykata kushtetuese e Kosovës shfuqizoi ligjin për KPM-n, duke argumentuar se disa nene nuk ishin përputhje me kushtetutën. Pjesët që u gjetën që nuk ishin përputhje kishin të bënin me zgjedhjen e antarëve të KPM-s, shkarkimin e kryetarit dhe antarëve të komisionit, kompetencat e KPM-s, rregullimin e pronësisë dhe disa pika që kishin të bënin me sanksionet dhe gjobat. Reporterët pa kufi vënë pa se sistemi gjyqësor i Kosovës ka nisur të trajtojë si prioritet rastet që kanë të bëjnë me gazetarët. Por gjithnjë e më shumë gazetarë kanë qenë subjekt i padive strategjike kundër pjesëmarrjes publike të iniciuara nga grupe biznesi dhe politikanë, tha raporti, ku shtua se qasja në informacione publike është penguar nga zbatimi i dobët i ligjit. Sipas raportit për vitin 2026 të reporterëve pa kufi, edhe pse mediat arritën të mbanin përgjegjës politikanët, gazetarët vazhdojnë të jenë subjekti sulmeve politike. Aty thuhet se ndonse gazetarët gëzojnë besim nga shoqëria, mediat e pavarura dhe gazetarët hulumtues shpesh janë cak i fyerjeve dhe lajmeve të rreme në rrjetet sociale. Ata pa të drejtë akuzohen për bashkëpunim me armikun, retorike përdorur nga grupe politike dhe fetare. Në vitet e fundit shumë gazetarë kanë qenë subjekt i kërcënimeve dhe sulmeve fizike nga rrjete kriminale, por po ashtu edhe për shkak të tensioneve mes Prishtinës dhe Beogradit. Disa gazetarë po ashtu kanë qenë cak i vëzhgimit, disa sulmet ndodhura së voni ndaj gazetarëve kanë rezultuar me dënime. Raporti përmend po ashtu bojkotin nga qeveria e udhëhequr nga Albin Kurti para zgjedhjeve të shkurtit të vitit 2025, kur disa media private ishin në cak të bojkotit të qeverisë, që po ashtu kërcënoi pavarësinë e transmetuesit publik RTK. Ndërkaq, në pjesën e financimit të medjave, thuhet se mediat në Kosovë kryesisht financohen nga të ardhurat e reklamave nga sektori privat dhe po ashtu ndonjëherë mbështeten nga autoritetet lokale apo partitë politike. Pavarësisht të përparimit të shënuar nga vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova nuk qëndron më së miri sa i përket lirisë së shtypit. Mali i zi renditet në vendin e 41 nga 37 sa ishte vitin e kaluar. Maqedonia e Veriut, si vjet u radhit në vendin e 45, ka shënuar rënje pasi vitin e kaluar ishte në vendin e 42. Shqipëria është vetëm një pozitë më lart se Kosova, pra në vendin e 83. Vitin e kaluar ishte në vendin e 80. Bosnia Hercegovina në vendin e 90, vitin e kaluar ishte në pozitën e 86 dhe Serbia më skeqi duke u radhitur e 104, ndërsa vitin e kaluar ishte në vendin e 96. Në indeksin e organizatës, në vendin e parë sa i përket lirisë së shtypit është Norvegjia, ndërsa në vendin e 180 është Eritrea. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka pranuar me pikëllim të thellë lajmin për ndarjen nga jeta në moshën 55 vjeçare të Astrid Dushit, një profesionisti përkushtuar i fushës së mediave dhe një zë i njohur i radios në Kosovë.
Gjatë karierës së tij, ai ka dhënë kontribut të çmuar në disa media, përfshirë Klan Kosova FM, Radio KFOR, Radio Prishtina dhe Radio Paper, duke lënë gjurmë të rëndësishme në zhvillimin e gazetarisë radiofonike në vend. Në këto momente, AKK shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe kolegëve të tij, ndërsa në reagim thuhet se kujtimi për të dhe puna e tij do të mbeten gjithmonë pjesë e vlefshme e medias në Kosovë. Vazhdojmë me të tjera informacione. Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural ka ndarë 77 milion euro për bujqit në Kosovë në kuadër të ndarjeve buxhetore për sektorin e bujqësisë për vitin 2026. Ministri në detyrë i bujqësisë Armend Muja tha se në buxhetin e ndarë për 77 milion euro shpërfshihen edhe subjektet që merren me përpunim bujqësor, fermat, fermerët dhe masat për stabilizim të tregut. Arkitektura e re e mbështetjes për bujqësi përfshin 3 shtylla themelore. Programi për pagesa direkte në vlerë prej 59 milion euro. E dyta është programi për zhvillim rural në vlerë prej 10 milion euro dhe e treta është programi për masat e stabilizimit të tregut në vlerë prej 8 milion euro. Ministri në detyrë Muja dha detaje edhe për shtyllat e pagesave direkte. Fillimisht tek shtylla e pagesave direkte, rreth 20 milion euro do t'i dedikohen sipërfaqeve të punuara. Rreth 34 milion euro do t'i dedikohen lidhjes me prodhimin, pra janë skema të lidhura me prodhimin. Jo vetëm sipërfaqe të punuara, por e rëndësishme dhe veçanta kësaj here është që skema do të lidhen drejt për drejt me prodhimin për të promovuar performancën. Po ashtu është mbështetja e rishpërndarjes. Për herë të parë, fermat e vogla dhe të mesme do të marrin një mbështetje më të madhe, sikurse edhe skema e re për bujqit që futën për herë të parë në skemat që ne i administrojmë. Përveç ekoskemës, Muja bëri të ditur po ashtu se në kuadër të programit për zhvillim rural, kësaj here janë alokuar 10 milion euro, derisa përqendrimi kryesor është tek hortikultura dhe hortikultura intenzive. Kështu sipas tij, pa mbështetje nuk do të jetë as sektori i pemtarisë ku do të inkurajohet mbjellja dhe kultivimi i pemëve. Në këtë mes do të mbështetet edhe prodhimi i qumshtit, i mishit në ferma, i drithrave dhe sektori i vreshtarisë. Në raportin më të fundit të Bankës Botërore, parashikohet se ekonomia e Kosovës do të vazhdojë të ketë rritje të ngadalshme gjatë viteve 2026-2027. Problemi më i madh për Kosovën dhe rajonin mbetet mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar. Ekonomia e Kosovës pritet të rritet me 3.7% në vitin 2026 dhe 3.9% në vitin 2027, sipas raportit më të fundit të Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, kjo rritje vlerësohet si e pamjaftueshme për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thotë se këto norma të rritjes nuk janë të mjaftueshme për transformim ekonomik, ndërsa sipas tij, paqëndrueshmëria politike dhe zgjedhjet e shpeshta po ndikojnë negativisht në zhvillimin ekonomik. Çdo 2-3 muaj po shkojmë në procesin e zgjedhjeve dhe nuk kemi investime spari publike, po më pas kjo pasiguria politike dhe mos ndërmarrja e reformave sikur e ka stagnuar dhe investimin privat. Po është rritje të cilën Kosova ka pas në vitin 2016-2017. Ne jemi kthyer mbrapa. Kosova për me vrejtë një kualitet, për me bën një kërcim të mirë dhe më vrejtë efekti i saj, ish dashme kanë 6-7% rritja ekonomike. Në raportin e Bankës Botërore theksohet se ekziston një rezervë e madhe e pashfrytzuar e fuqisë punëtore në rajon. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve, Agim Shahini, thotë se mungojnë punëtorët e kualifikuar. Edhe pse është plus kjo rritje, ne kemi një bazë të ulët dhe kjo bazë e ulët frymëzon më shumë të rriton që të dalin nga Kosova. E them se ka shkputje mes sistemit arsimor dhe tregut punës dhe nevojiten shumë punëtor në vendet të specifikuara, të trajnuar, të shkolluar dhe nuk ka. Në momentin që kemi fuqi punëtorë të pa trajnuar,
për tregun e punës, harmonizimi i kurikulave të arsimit me tregun e punës më së është nevojshme dhe këtu tregon edhe një shqetësim tjetër se arsimin në Kosovë është pothuajse rreth 5 viteve ishte i përjashtuar nga mekanizmat e kontrollit të akreditimeve ndërkombëtare. Ekonomisti Lulzim Berisha tha se mungesa e punëtorëve në biznese është si pasojë e mosigurisë në punë, si dhe qarkullimi i punëtorëve nga tregjet aziatike. Kohën e fundit faktën në vitin 2026 janë 1010 vdekje që ndodhin në punishtet e Kosovës, sidomos në sektorin e ndërtimit, nuk ka një siguri e cila i ofrohet qytetarëve të Kosovës, nuk i paguhet mundi i tyre jashtë orarit, nuk kanë sigurim shëndetësor, nuk kanë sigurim jetësor. Konsideroj që institucionet e Republikës Kosovës duhet me u fokusu më shumë në krijimin e mirëqenies më të mirë për punëtorët kosovar, sepse tashmë në treg po qarkullojnë shumë punëtorë nga vendet aziatike, për faktin që kosto jetesës apo jetesa në ato vende është e ulët dhe të hyrat në Kosovë janë të larta. Sipas raportit të Bankës Botërore, rritja ekonomike pritet të jetë ngadalt edhe për shkak të pasigurive globale, inflacionit dhe konflikteve ndërkombëtare. Ekonomia e Kosovës karakterizohet nga produktiviteti i ulët, rimitancat dhe tregtia. Banka Botërore thekson se një nga zgjidhjet kryesore për përmirësimin e situatës është krijimi i vendeve cilësore të punës, rritja e produktivitetit, fuqizimi i eksportit dhe përfshirja më e madhe e grave dhe të rinjeve në ekonomi. Balfin Real Estate prezantoi qasjen e re të tregut në pasuritë e paluajtshme. Theksi u vute projektet cilësore, zhvillimet në stil jetese dhe bashkëpunimin rajonal, të cilat u tha se janë çelës për tërheqjen e investimeve. Tregu i pasurive të paluajtshme po hynë në një fazë më selektive, ku investimet po orientohen gjithnjë e më shumë drejt projekteve cilësore, zhvillimeve të lidhura me turizmin dhe destinacioneve lifestyle. Në këtë kontekst, Ballkani Perëndimor po fiton vëmendje në rritje nga investitorët ndërkombëtar. Këto ishin disa nga mesazhet kryesore të Balfin Real Estate në Kosova Finance Forum në Prishtinë, ku kompania mori pjesë në panelin mbi trendet e investimeve në real estate. CEO e kompanisë Ledja Telhaj u ndal tek ndryshimi i qasjes së investitorëve në treg. Ky është një nga projektet më të reja që sapo po lançohet, është Valamar Tale në zonën e Talesht, në veri të Shqipërisë. New Apollonia, ky është një projekt i cili nuk është lançuar ende, është në fazë përgatitore dhe reflekton një tjetër trend shumë të rëndësishëm. Ka lidhje me sustainability apo me qëndrueshmërinë. Ky projekt i drejtohet një segmenti ndërkombëtar në rritje që vlerëson cilësinë mjedisore dhe wellness. Vlora Marina gjithashtu reflekton një nga modelet më të forta ndërkombëtare të momentit. Është një waterfront mixed-use development që kombinon infrastrukturën e marinës, rezidencat, pjesën e hotelerisë, retailit me një destinacion urban të integruar. Dhe kjo krijon njëkohësisht vlerë turistike, por dhe transformim afatgjat urban. E fundit, po jo për nga rëndësia, Green Coast është ndoshta shembulli më i qartë i pozicionimit ndërkombëtar, një nga projektet tona më ikonike, kthyer në një destinacion, kombinon produkt rezidencial premium me hoteleri, me brande ndërkombëtare dhe një ekosistem shumë të mirë shërbimesh. Në vijim, Balfin Real Estate prezantoi mënyrën se si këto trende përkthehen në projekte konkrete për klientët përmes një portofoli që përfshin Green Coast, Vlora Marina, Valamar Tale dhe New Apollonia. Një tjetër element kyç i diskutuar ishte rëndësia e bashkëpunimit rajonal për të rritur konkurrueshmërinë dhe për të tërhequr më shumë investime. CEO e Balfin Real Estate e cilësoi këtë forum si një mundësi të vlefshme për shkëmbim idesh dhe krijim lidhjesh të reja bashkëpunimi. Ishte një event shumë i vlefshëm sepse solli diskutim praktik dhe perspektiva të ndryshme nga rajoni. Na dha mundësinë të mësojmë më shumë rreth zhvillimeve të përgjithshme në rajon dhe zhvillimeve në sektorin e real estate. Ndam eksperienca, njohëm partner të rinj potencial dhe kuptuam më mirë ku mund të bashkëpunojmë. Të tilla evente janë me vlerë sepse shërbejnë si ura reale bashkëpunimi, jo vetëm si diskutime. Pjesëmarrja në forum konfirmon angazhimin e Balfin Real Estate për të sjellë në treg projekte që reflektojnë trendet ndërkombëtare dhe potencialin në rritje të rajonit.
Tu e përfundojmë këtë edicion live-ësh, ndërkaq për informacionet më të reja klikoni në portalin ton rtv21.tv.